keni thënë vëmendje që po të marrim Kosovën, që ka një thes, ka prodhu një deputet. Tash këtu 2 deputet në fakt. 2 deputet. Po, një për vetë vendosin, një për të tjerë. 2 deputet. Tash këtu më shumë se sa. Vota e diasporës do shpërndahet. Çfarë efekti do të luajë vota e diasporës, kur në opinionin tim vota e diasporës pak a shumë është në njëjtin raport që është dhe brenda, se kështu janë dhënë emigracion njerëzit. Ndarja PD PS. Po ka një gjë. Nëse në qarkun e Kukësit për shembull, do të kishte 4 deputet. Diferenca që do të prodhonte Partia Demokratike ndaj Partisë Socialiste nuk do ishte +1, po do ishte +2. Pra rezultati do vinte 3+1, se vota e diasporës vjen gjitha nga Londra, nga këto vende ku kanë emigruar zona Tropoj, Kukës, Has. Nëse në qarkun e Korçës, se ki parasysh në qarkun e Korçës, nëse s'është vota e diasporës, rezultati sot shkon 5-5. Pavarësisht se në çdo bashki fiton Partia Socialiste qartë. Fiton Pushtec, fiton Devoll, fiton Maliq, fiton Korçë, fiton Kolonjë, fiton Pogradec, po i duhen plus 10.000 plus 11.000 për të prodhuar atë diferencën. Por, duke qenë që janë 10 deputet, o shkon 5-5 dhe Partia Socialiste humbet për 6-in për pak, ose në qofse me votat që do vi nga Selaniku, ngrihet numri i votave dhe shtohet diferenca, atëre nga 0 diferencë shkon +2, 6-4. Wow. Ky sistemi zgjedhor që kemi. Domethënë vota diasporës mund të kthejë rezultatin. Vota diasporës në momentet e caktuara mund ta bëj rezultatin, mund ta thelloj, por edhe mund ta lejë aty dhe mund të jetë një votë e cila shkon kot. Pra për herë të parë ne jemi përballë një sprove. Por duke pas parasysh që historikisht elektorati në Greqi ka pas një qasje majta, sepse Partia Socialiste ka qenë më e organizuar në Greqi, ka sjell njerëzit me votime, ka qëndruar afër etj. Pjesa më e madhe janë nga jugu në Greqi. Në Itali dhe në Angli e Gjermani këto raportet kanë qenë më ndryshe, po prap është ajo që ju thatë, që qarqet e imponojnë që pak ndryshim mund të ketë. Ka dhe një element tjetër, për shembull. Partitë tek ne dikur që ishin parti që kishin deputetët e zonave, kishin organizim rajonal etj, ishin edhe organizata sociale. Tani do të tregoj 2 histori personale, se unë kam qenë kandidat për deputet para 20 vjetësh, dhe sot jam parti cilat janë mblidhen vetëm për zgjedhje, bëjnë fushat në Facebook, YouTube, rrjete sociale etj, televizion, mbarojnë zgjedhjet edhe këta zhduken. Dhe ngelet vetëm bashkia. Për shembull, në 2005 mua më kanë mundur, unë isha përballë Ilir Usmalit, mua më kanë mundur 3 kryetarët e komunave të cilët ishin të PD-s. Bulgarec, Pojan, Korça dhe Progrër që ishte me Devollin. Të 3 kryetarët e komunave ishin me Shut, dhe mua më kanë mundur ata. Duke qartë që ata kishin një ndikim social në territor. Sa ishte i lishëm e i palishëm, kjo është mohabet që ha debat, por është e qartë që mua mundën ata kryetarët e komunave, sepse ata kishin lidhje drejt për drejt me territorin, ndërkohë drejtorët e Partisë Socialiste apo deputeti që kishte qenë përpara, apo ministrat nuk është se kishin atë lidhje me territorin. Duke që një organizim kapilar me kapacitet social ishte shumë efektiv.